po dikush vallaj për njerëzve që janë përgjegjës në zërrej, në kek, në kos, dikush duhet me pagu për mos përgjësin. E nëse ata i kanë dëgju me devotshmëri urdhrat e dikuj tjetër, atëherë aty mundet më involvu. Po kjo është çështje prokurori speciale, po krejt faktet ty të shojnë që këta janë të involvuar, domethënë pikërisht e kjo. Janë ardhur këta ti e din para në kohë të fushatës. Ska vedo ku Albin Kurti thot me neve në qeveri counter global s'ka çka lyp këto. A thot çështo? Ka dalë ai kur e ka pa që po fiton Kurti. Kapacitet energjetik është ndërtu. Është refuzu. Qeveria Hoti. Gazin amerikan. Qeveria Hoti, un kam qenë ministri i financave, na me 200 milion euro të korporatës së sfidave të mileniumit na kemi vendosur që me pru gazin e lëngshëm amerikan Kosovë, pjesën tjetër me shtu me qenë investim joni. Ka ardhur dhe ka refuzuar, po. Krejt iniciativat, do më thonë me Joha Solar, me krejt halo, i ka në procedura. As 1 megawatt i ri nuk është shtu. Kush ka fitu që tu? Kanë fitu tregtarët e energjisë. Me kanë po del që ata kanë lidhje. Nëse nuk shton asnjë kapacitet energjetik. Në anën tjetër, importi është shkon te 1 miliardçi. Qa ka nevoj këtu me thonë se për qëfar dëshmish dërnë me ditë që këtu ka një skemë, qëfar skeme lëzmëllot që kështë te kosti, ose dhe gona e importimit energjisë elektrike, së është po lidhët po botë edhe lidhja me histori. Deri në vitin 2020 ka ndohë kështu. Nëse, për shembull, kom dash me dërgu rrymë te Leo, ka qenë lidhja me mesin ose me Serbi. Tash, për shkak që e ko një lidhën me anën tjetër, ke thonë, nëse dëmë më prurim, dosh me kalu ka Dibrani, së s'mun është ndryshe. Edhe kanë kalu për mes Mualizi. E kanë kalu për mes Serbijë, se e kena konë tidhën bloku Serbi-Kosovë Mualizi, marët, për 2020. Dhe me thonë, importi ka qenë i lidhë me rrugë trektare, ndërkufitare me Serbi. Tash, Serbia ka këtë tregu për shemull, ana tjetër thëtë, jo, shumë i ngarkum tregu, nuk mun është me pru tash, mun është me pru, mun është mos me pru. Dhe me thonë, e ke vendos për kujt me ble, po rruga ka qenë imponume. Në vitin 2020, në dhjetor, i marrin rrugë. Kur i marrin rrugë, Dibran, EFTA e ka Switzerland, e ka një dig, e ka qendër në Zvicër, e ka në Shkup, i merr EFTA-ja, e Vukamovic. Këta kë vjen, edhe jep një peshqesh, tash merr edhe Kosovën, edhe ai fiton kapacitete tregtare me 3 biznese, ka 3 herë në ditë. Do me thonë, nuk leqi i merë vjetore, rruga që kalon thë skoqare pa kalu ka unën vetë, që kalon thë skoqare pa kalu edhe ka unën mujtë, edhe thë skoqare pa kalu ka unën edhe në ditë. 2 herë ka Mualizi shkan, ose një herë ka Maqedonia. Tash, nëse ti ke desh me hek EFT-n që shë ka thonë fillim, Beli nuk ja jep edhe një degë në Kosovë dhe mja licencu për vjetë me radhë. A për shë ku lidhën pikat? Lidhën pikat edhe në kek, ku me 31 tetor, keku i thëtë ketë si të s'ka rrymë. Tash, a nuk është koha kjo për me kallëzu bile që tu kanë ndiku edhe skemat e klimave edhe kësajna, se tash edhe piku është rritë edhe verës, nuk ka dhe te për dallim e dimnit. Pra, është punu në gjitha me subvencionime. Po, me subvencionime. Kin kek, që shke përfundu edhe ku jepët lajmërimi që s'ki energji elektrike, kin kost në dogan të energjisë elektrike, kin ZRE me heshtjen e energjisë për energji elektrike, edhe kin ministri. Unë nuk e di një organizim atë mirë që ka pas historia Kosovës dhe i tash. Një tender vjedhët me një kompani edhe me një institucion, por që bashkëpunojnë, ose duken se bashkëpunojnë, ma mirë ta themi, aktivisht, pasivisht që këmbo dhe dosjen prokurori, si këtë herë s'ka pas. Jo me sigurt për këtë pikë. Tash, so kush ka marë, për çka ka marë, na e dim vetë sa jena të pagu, edhe në këto momente, tash për shembull kena këtë vetë që është po edhe më herët, 247 milion. Si që ka thonë edhe Ymer Fejzullah, po, 247 milion euro. Qka 247? Importi vetëm i këtij viti. Ma i lartë, i gjitha morave. 40 dhe 50 milion, sa di unë pra 2013 ka qenë dikun 50 milion, 40 milion, kështu ka qenë. Pra 250 milion tash pasim. 800 milion do për 4 vjetë është. Edhe kjo është... Sa totali për prejse e në pështet? 811 milion. 811 milion. Tash halo pa djetorin ato full, halo djetorin. Një Kosovë re. Amo lajmi keq këtu është, a e dini çka? Që këto 247 milion që janë importu prej një janarit deri me tani, deri në fund të shtatorit, nuk kanë qenë të reflektuara në tarifa. Këto mbetet me u reflektu në tarifat e vitit tjetër. Shka i bjen kjo? Sepse, pra këto në faturojnë pasaj. Absolutisht. Kur e ke pas lejimin e të hyrave maksimale që ja u ke bo në fillim,
në fillim të vitit. Ashtë i këtës edhe zërëje, Janina fletë për këtë pjesë edhe në aspektin teknik, po në fillim të vitit du të me bo një farë plani. Edhe i pysin krejt, për shembull krejt generatorët në Kosovë, sa keni me prodhu ju. Në bazë që asaj në akta e din, sa energji prodhon keku. Sa e din sa prodhon keku, edhe keku e ka çmimin 29.60 cent, 29,60 cent për megawatt orë që jashet në këtë rast, do më thonë këtës edhe në qofë se kime importu, ti kime me çmimet bursës. Edhe në bazë që asaj merren edhe kostot e transmisionit e krejt kostot e tjera, edhe ti e bën ja lejon të hyrat maksimale. Po na nuk kemi pas plan. Me 24 nëntor u publiku plani sa kena me prodhu e sa kena me shpenzu gjatë vitit 2025. Imagjinoni me 24 nëntor të këtij viti, plani i cili u dashur më kon, plus asaj nasion të e publiku. Edhe në baza ditore kanë për obligim. Okej, nëse keni edhe një pyetje për këto, apo kalojmë tek disa çështje tjera. Te çështja e kompanisë shumë përmendur të Vuk Hamovicit. Vuk Hamovic na shet energji neve, apo vetëm i ka në pronësi në ankand autostradat ose linjat e interkoneksionit, cilat e lishon me qira? I fiton kapacitet transmetuse që nuk është i vetmi, po është ma i shpeshti, e tash kush do me importu energji elektrike, cili dhe që vjen, rrugën do të me pagu për me ja bo rishitjen e kapaciteteve energetike. Nëse do me dërgu rrym, dush me kaluani, dush me pagu. Sikura e pa të ruta që ka i thojnë ato në autostradë që pagu. Që i ka rrugë që kalojnë për Kosovë, a janë në pronësi të ti aktualisht? Nuk janë në pronësi të plot të ti, e merë trasejnë e vetë. Po, të zonë për një vetë ose për një me ankonde. I merë ka Shqipnia, i merë ka Malizi, i merë ka Macedonia. Jo të gjitha të 3 kufit në vetë, për shumë 2025 me sa e di ka post 3 kufit në 3 kufit për një vetë. Merë aty, një vit e lenë për shemë, me një ka Malizi smerë, ose smerë ka Shqipnia, i merë ka dy tjera. Po nuk është të qudia, se marrin edhe tjertë, marrin kompanit ndryshme, është normale kje najnë atë folë për trekt lirë, në nuk kena me nalë krejt që mës me kalua heq, ose mës me bo as tranzit as import. Po shumë tjera që shtohen gjatë mujt edhe gjatë vitit, e bëjnë që teknikisht ti mës me mujt me kalu, pa u konë, tash tranzit, a di qysh tranziti mundet më konë në gjithë ondë. Po, ku është ideja që tranzitin me bo për 220.000 euro orën, pa përfitim të importit? Orë 220.000 euro. Tash nëse 798 ka shku në 2024 të megavati, në vitin 2025 ka pas përmirësim dukshëm. Ka shku prap 700 euro megavati. Piko i megavatit. Edhe këto përdu me të regu diçka. Sa i përket kekot, kur jenë matë orët, se sa kam punu në vitin 2024, A3 shi ka punu 61%. Pra tash na edhe tash e kanë marrë gjysën e vitit, këtë vitin të negociu qysh me ndrejqa atreshin. Se po lidhët edhe një, veç shtohen këto, veç palohen provat që qysh mundët mu sabotu një sektor i tërë i energjisë elektrike. Nëse një atresh të ka punu 61%, ti i merë 12 mujtë të bo lafe qysh me ndrejqa. Pra si pasysh këtë duke një skemë organizu me sabotajji. Tash mundët cilin do amën që javnojnë, por që ka qenë organizume, që njona pik e bjen rezultatin të tjetra, kjo shihet. Nuk kena nevoj këtu me shpik ujnë në nxehtë. Keku s'punon, kallzon vonë. Tregtarët e energjisë elektrike importet vjetore nuk bëhen më herët.